Zotë Kapri. Atëherë, Taulant, qa të themu në Taulant, ti nuk e di, por familja ime, Taulant, jeton jashtë prej 91-shit. Ne nuk kemi lidhje fatkeqësisht, Taulant, fatkeqësisht, unë dhe familja ime dhe fisi im nuk ka marrë asnjë metër katror nga çfarë i takonte dhe ti je një shpifës ordiner. Po kjo nuk është një gjë e re se këtë e din gjithë dhe unë nuk kam ndërmend Taulant të merrem me këtë gjë. Por që ajo që duhet të kuptojmë, ju realisht injoroni faktet. Ore, po ndodh një ndryshim i jashtëzakonshëm. Taulanti thoshte, mos u merrni me këtë, kur unë u aplasja në fytyr protestat e qytetarëve në rjoll dhe këtu eshni të gjithë. Taulanti thoshte, lëreni këtë s'është i çmendur ky. Lëreni këtë, thoshte Taulanti, është i çmendur ky. Nuk isha i çmendur unë, Taulant. Sillja këtu zërin e qytetarëve. Ata që sot duan kokën tuaj, që ju duan në burg dhe do shkoni në burg. Nuk ju shpëton asgjë. Asnjë shpifje, asnjë mashtrim, asnjë gënjeshtër, asnjë kërcënim. Do shkoni në burg, si Beliaj, si Ametaj, si Belinda Balluku, si Beqaj.